Unë mas luftës e kum përfundu klasën e 7, kum vazhdu 8. Më pyetshin shok tani, a u tutshit? Më do që pak mirën për babën, për dajën, për Nasimin, për shumë shok, për familjen, për nanën që kish vujt 3 vjetë e gjys. Nuk e di, nështë mas një punës madhe që vosh. Unë mas luftës e kum përfundu klasën e 7, kum vazhdu 8. Se u shty koha kjo nuk ish vit shkollor tamam, patën lujsa në i krytëm si shpejt klasën e 7, vazhdum 8, tani ku vazhdu shumë rregullisht, di normal që është vazhdan viti e shkollor. Më pyetshin shok tani, a u tutshit? Beson Zot, në momentin kur kriske, ti sheki, nuk më të shkoj ke mendja që i vritesh. Nuk më të shkoj ke mendja që i vritesh, po në qysh po kapshe si me i not, ti mu e une, aden mës tikum na, po të qëndrojmë, aden kështu, nuk më ka shku mendja, kur me thanë, më tërheq, më dërzu, se s'kish edhe me dash më dërzu, s'kish e ku më shkuti, s'kish... Jo, nuk më pas asë i momentin herë, me thanë, ose shka lypa marë, se ish arritu me atë frimën, më marë shonca me krys një fishek, se isha mu shpletu rejtje, më do që pak mirën për babën, për dajën, për Nasimin, për shumë shok, për familjen, për nanën që kish vujt 3 vjetë e gjys, tash sot jam vetë prind djalin në burg, në Shabat, se ka pas 3 vjetë e gjys. Atje, e te këtu. Po edhe rasti tjetër, tash të ditë ke për vjetori, të Mileskës, edhe a ditë e rejnë të kryetorin të shjom pacif, nuk mujnë me orë në punë, e morë atë lirë. Se unë këto 3 ditë s'kum punu. Apo në gjithmoni kum pas qëto 3 ditë. Jo, edhe a ditë e morë atë lirë, po u taku me kryetorin e pet atje, edhe unë të jo po gati me gjithë shoqen, në ona po më thë taku pa shkojsh. Tani, ku pa shkon të kushtem? E non, tash atë kryetohet, që më kallëzëshe, ti i një shumë krismë të luftue. I ka të unë i tem, andej, i ka një krismë të luftue, tash e dish djallin e ki aty 14 vjeqar. Unë djallin e kom 10 vjeqar, hina kalajt në trip, tash me pas djallin tem atje, e sa baruti a shpraz aty, unë si prind të shanajt edhin. Thash non, sot, thash përshkaj atje ku i këni, sot është 26 vjetori, ku i këni krismë që jetot që pa vrona. Ku djoli janë. A besoj dole në lota pet. I mi mësu në dërnoft, edhe tani i kemi pas armën, në keshëm do armë, kështu që i mi mësu krejt. Kalzohua djoli ogjës sa me din zeka, keshëm djemë të ogjës që e njëshën punën me armë. Për shambull në të kur në keshëm gjysëm automatike, pushkë dhejtëshe, edhe Kalashnikov. Më thënë, ato i kemi praktiku në shpe, me djemë të ogjës e me krejt. Mi përdorëm, ato armë sa kon problem, mi përdorë adish, i kemi ushtru. I kemi ushtru, më mërë atim, se kon pas problem, për shambull, qëto i kemi pas armë, tjera Kalashnikovin, pushkën i dhejtëshe, dhejtëshën të, shto i kum dit, qysh shumë herët i kemi ushtru me këta djemë të ogjës. Këta është në ushtri, kërkosh nuk të kalëzën hajde se dona me shku këtu e kështu me bo. Në ertë një urdhën, me marrë të se kush pa isit e veta dhe me marshu drejt qytetit. Ta shumë pa flasë gjithmonë kondin tem. Në shtë të tjera të këndit, unë së këm dit ku jem të shku. E di që jem të i në Rovec, po na nuk di shumë që është edhe realisht nuk akon e shliruna, po këtosh. Dhe më thënë, këforin a imi hi para këforit. Edhe, bile është a i në qizim, tash vënë është dalë e në qizim. Kër i mishku na, s'ka pas banor, s'ka pas qytetarë, në kënë të fshehen, edhe na i mishku në formë jo haptës.
edhe kemi marshu një lagjës qytetit të poshtë, edhe kam mjaftu më na par një qytetar. Besoni që nashta 20 sekunda shumë është të burë. A mush aty qytetar? A mush qytetar? është edhe video, është sot kresho, është knaqësi shumë e madhe. Nuk e di, nashta mas një punës madhe që bosh